Në ambientet e Spitalit Rajonal të Vlorës, prej muesh është paralajmëruar nisja e një investimi për përmirësimin e kushteve në repartin e patologjisë. Ky investim u prezantua si një ndërhyrje e domosdoshme për modernizimin e infrastrukturës spitalore, si dhe rritjen e standardeve të shërbimit për pacientët. Megjithatë, edhe pse u fol për përmirësim kushtesh dhe rikonstruksion të plot, deri më tani mungon informacioni i detajuar mbi projektin, fondin e akorduar, si dhe afatet konkrete të përfundimit të punimeve. Në vjeshtën e vitit të kaluar, si pjesë e përgatitjeve për këtë investim, nisi zhvendosja e maternitetit nga ambientet ku kishte funksionuar prej vitesh. Ky vendim u argumentua me nevojën për të liruar hapësirat ekzistuese dhe për t'i hapur rrugë ndërhyrjes në repartin e patologjisë. Materniteti u sistemua përkohësisht në një tjetër mjedis brenda spitalit, duke ndryshuar organizimin e zakonshëm të shërbimit për nënat dhe të porsalindurit. Megjithatë, pas zhvendosjes, puna në teren është fokusuar kryesisht në prishjen e elementve ekzistues. Janë hequr dritaret, janë shmontuar orendit, si dhe janë boshatisur plotësisht ambientet. Deri në këtë fazë, ndërhyrjet kanë qenë të kufizuara, vetëm në shkatërim dhe pastrim të hapësirës, pa u vënë re nisja konkrete e rikonstruksionit apo e investimit të paralajmëruar. Kjo situatë ka ngritur pikpyetje mbi ecurinë reale të projektit. Ajo që bie në sy është mungesa e transparencës lidhur me këtë investim. Nuk ka një informacion publik mbi vlerën e fondit të miratuar, burimin e financimit, kompaninë zbatuese apo afatin kohor të punimeve. Në mungesë të këtyre të dhënave, qytetarët dhe vetë personeli shëndetësor mbeten në pritje pa një qartësi mbi atë se kur do të përfundojë ndërhyrja dhe se kur reparti do të rikthehet në funksion dhe në kushte të përmirësuara. Vonesat në nisje reale të punimeve kanë sjellë edhe pasoja praktike në organizimin e shërbimeve. Aktualisht, materniteti është bashkuar me pavionin e patologjisë, duke krijuar një situatë jo të zakonshme për funksionimin spitalor. Kjo bashkëjetesë e detyruar e dy shërbimeve me natyra të ndryshme rrit shqetësimet për menaxhimin e hapësirave dhe për respektimin e protokolleve higjieno-sanitare. Mjek dhe qytetar shprehin shqetësimin se afërsia mes pacientëve të shtruar në patologji dhe nënave me të porsalindur mund të shtojë rrezikun e infeksioneve spitalore, edhe pse stafi përpiqet të zbatojë standardet e sigurisë. Kushtet e përkohshme e bëjnë më të vështirë garantimin e një ndarjeje optimale të ambienteve dhe të flukseve të pacientëve. Në këto rrethana, kërkohet që investimi i paralajmëruar për repartin e ri të patologjisë të nisë sa më shpejt dhe të shoqërohet me një informim të qartë të publikut. Transparenca mbi fondet, afatet dhe fazat e punimeve do të ndihmojnë në rritjen e besimit të qytetarëve dhe në shmangjen e spekulimeve mbi arsyet e vonesave. Spitali Rajonal i Vlorës është një nga institucionet kryesore shëndetësore në jug të vendit dhe përballon një numër të lartë pacientësh nga Vlora dhe nga zonat përreth. Çdo ndërhyrje infrastrukturore duhet të planifikohet dhe të zbatohet me kujdes, duke minimizuar ndikimin në ofrimin e shërbimeve, si dhe duke garantuar sigurinë e pacientëve. Ndërhyrja në repartin e patologjisë mbetet një nevojë e domosdoshme, por përtej deklaratave fillestare, qytetarët presin veprime konkrete, ritëm më të shpejt punimesh dhe mbi të gjitha, transparencë të plot mbi investimet që pritet të përmirësojnë kushtet në një nga repartet më të rëndësishme të Spitalit Rajonal të Vlorës.